Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për një ngjarje që po trondit botën, e shkthyer sërish, por këtë herë me një hetim të nisur nga prokuroria italiane e Milanos, më saktë, për atë që ka ndodhur në luftën e Bosnjës në Sarajevo mes viteve 92, 94 në mos gaboj apo 96, pra në fillim të viteve 90, e njohur si Safari Snipers, ku njerëz të pasur paguanin nga Italia, por edhe vende të tjera, për të shkuar në Bosnjë, në Sarajevo, më saktë, për të kryer vrasje si hobi, pra të njerëzve të cilët ishin rrethuar gjatë luftës. Për këtë ngjarje të rëndë kam nderin të kem të ftuar kameramanin e 7 luftrave, ai që i tregoi botës masakrën e Reçahut në Kosovë, por edhe të tjera, i cili do na tregoj për periudhën ku ka qenë atje kameraman në luftë, pra në Bosnjë, në mos gaboj për 4 vite, Sulejmani Kllokoqi. Zoti Kllokoqi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve për thirrje. Zoti Kllokoqi, çfarë është kjo ngjarje që tani për ju duket sikur rikthehet, pasi besoj atëherë keni dëgjuar, ndërkohë që tani po trondit botën? Po shiko, në fillim të them që unë në Bosnë kam qenë si reporter operator dhe kam punu për mediat botërore. Dua të them që nuk kam qenë luftar i pushkës, po kam qenë i kamerës. Ndonjëherë edhe operatori i kamera gjuan më mirë se pushka. Të them të vërtetën, Sinan Sarajevo është një vend ku është rrethekuar nga flodrinat, si të rrethekojnë, them ta shpjegoj si një lloj bunari. Dhe aty për shumë vite janë gjuajt me snajper, me lloj granatime, dhe 24 orë kemi qenë sulmuar nga kodrat ku aty kanë qenë serbët, ushtria serbe. Pa ju keni qenë rrethuar në këtë, më ta them, këtë ishull, pra nga 4 anët ku sulmohej? Po, gjitha anët, ai ka qenë një rreth, ku nga gjitha anët kena qenë të rrethekuar. Unë aty kam punuar për një televizion Jutel, i cili ma vonë, kur filloi lufta, u mbyll, dhe atëherë fillova të punoj si freelancer, si thojnë anglisht, si kamerman i lirë për gjitha televizionet që arshin edhe më kanë angazhuar në Bosnë. Dalje nuk ishte nga Bosna dhe mbeta aty. Dhe fillun granatimet, fillun luftimet. Unë duket edhe vajza e pare, cila ka vdek prej snajperit në Sarajevo në 2002, unë duket që është në prill, është një vajzë me emrin që e quajtur Suada, po flas për civil të vdekun, se jo për ushtrit Sarajevës. Dhe ma vonë luftimet çdo ditë, të cilat kanë ndodhur, mramje, ditët, granatimet, snajperet. Ne në Sarajevo kena pas informata vetëm që janë edhe rusët të angazhuar duke gjuajt dhe po vinë Safari. Pra, atëherë ju e kishit aty, pra ambienti këtë informacion? I kishmi atë informacion as i gazetarë, si po vinë dhe nga Beogradi po vinë, edhe nga Beogradi për ta treguar patriotizmin serb, atëherë kanë ardhur në kodrat e Sarajevës ku kanë gjuajtur. A e quani patriotizëm këtë? Pasi jo. Kjo është se njeriu, e thash një ditë, njeriu është inteligjenca më e fortë e krijesës, po është edhe shtaza më e fortë, se te shtaza instinkti vepron. A te njeriu organizimi, gjitha këto vinë dhe ku i bojnë për shkak dëshirës, epsheve që i kanë me vrajë njerëz edhe gjitha. Edhe ne e kena ditë në Sarajevo, po rusët edhe serbët, për që kanë marrë pjesë tash italian, francez, amerikan, kanadës, sot dëgjova si edhe një deputet nga Amerika e ka hap këtë çështje për me u lumtue a ka pas ushtar amerikan apo nuk ka pas. Sidoqoftë, kjo është mas e vërtet. Edhe që kanë kalu shumë vite, të them vërtetën, kur në atë kohë, ne kena pas këtë informat, ma mërmenja si e kam pas edhe tjertë, ndoshta sfori si qujna atje, kam pas ndoshta kësi informata, po sidoqoftë tash mas disa dekada u lajmërua ky lajm.
ma mirë të lajmërohet se sa të shukatet. Këtë proces e ka nisë, mësa kam dëgjue, është krye bashkjakja i Sarajeves, një femën e cila ka fillu këtë proces me atë italianin dhe një gazetarën duket sloven. Dhe kjo u bo tash hit botror. Po me thonë vërtetën si në Sarajev, ku kumë qenë, do me thonë gjatë gjithë kohës, une të ne kena dite dhe kena pas vendet të cilat e dim cilat vendet kanë gjuajtur me snajper. Unë i di se unë vetë kumë qenë në shinestër të snajperit, edhe më kujtojt shkoha me marë ujë me një ven afër televizionit Sarajeves dhe fillon të gjunë të snajperi. Unë u shtriva dhe u bona si i vdekun, e më kujtojt si sot nga larkësia më thirshin gazetarët e Sarajeves kishe vdiq edhe kloki, me mbjeme nuk kanë thira, ta vdiq kloki, i ndëgjesha nga larkësia, duke bërti se ata ishin mbyllë, kur unë isha me një hapsin të hapën. Dhe mas 10 minutave kur ndalen, unë shpejt u qova dhe ika. Edhe më kujtojt si sa ta fotografia gazetarve me duar trokitje, jo, kloki gjallë, suki gjallë. Prandaj kësi raste me snajpera kena pas mjaft. Kena pas mjaft për shembull rrugës jetu est në shtane qetësi dhe ke dalë me një shpejtësi dhe aty për aty mandej veç e sheh një njeriu afër teje i cili po bjen poshtë. Do me thonë ai është moment kur dikush nga kodra ka gjujt e ka myt. Ma vonë fillun në Sarajev t'i vnojnë ato hapësirat, cilat u jumpa nga kodra, në ato rrugët që nga qenë hapun, disa si thomune si loj tende, a më kuptoni si perde, tende që mos shife njerëz kur kalojnë me shpejtësi. Fillun, mund kujtojt edhe një rast tjetër, për shembull, ku kum qenë edhe aty prezent është rasti të spitali ka qenë një vend, një hapësir ku gjithmonë aty kanë gjujt snajpera, dhe kena ditë këtë punë. Po tash, a cilë snajpera ka qenë, na nuk e kena ditë nga poshtë. A jënë ata italiana, po sërba, po jënë rusa, po francez, nuk e kena ditë. Veç unë kujtojë si sot fillum me vrapu një nga një, ta kalojmë atë shprastinë e cila ishtë dikon 10 metra, edhe ishë një rendis, tu e si po pres një qumshta, po buk diçka, një 10 vetë. Unë e vrapova shpejt, po njeni nuk priti ta kaloj, unë edhe filloj të vrapoj mas me. Edhe aje mur plumin ra pa me, kurse unë e kalova. Shiko, luftën unë e kom edhe librin, këtë librin luftet e mija ka kam qenë, dhe vërtet, lufta shumë shtirë më spjegue. Lufta mojt më përjetue, por më vjen kesh se shumë herë bojnë krasimin mes Kosovës dhe Bosnës. Shikon, Kosovë ka qenë lufta një 3-4 muj, por jënë të vdekuna, i shumë është me vdek një person, e lemon Kosovë që i kam vdek dikuna për 13.000, por në krasim me Bosnën, ku jënë 220.000 të vdekun, sa mi vetëm në Sarajev, ajo është adin një dalim shumë i madh, edhe në Bosnë ka zgjat lufta shumë. Bosnën muj me krasu, për shembull luftimet në Bosnë muj me krasu me ndoshta Ukrajine, ndoshta lufta në Siri, me shumë adin lufte më të mëdha në botë, po deri në atë kohë kur ka qenë Sarajeva ka qenë një të merë se 4 vjetë jere thekune dhe 4 vjetë jenë në bombardime. Masi kum qenë unë në disa lufta, edhe ma shumë, edhe në Kosove, Macedonien, Serbie, gjitha sena, mi thonë vërtetën, ne shumë herë njerëz naiv besojnë drejtësin këtë botë nuk ka. Prandej edhe Sarajeva që kanë mujtë shumë ma herët për shembull me ardhë intervenimi ka ardhë mas 4 viteve, që është një të merë i madhë që mas 4 viteve filloj Amerikanët hynën dhe bombarduan dhe e liruan Sarajevën. Por si do qoftë 220.000 kanë vdek aty njerëz, shumë fëmijë, gra, e tash ato pagesa që si kanë qenë. Te kjo e pagesave do dalesha prapë edhe tek fëmijët. A keni dëgjuar apo keni ka histori dëshmi të tjera që ju keni dëgjuar atë periudhë edhe për fëmijë atje? Po shiko, aty kanë qenë gjithë, si fëmijë, si gra, si une, si gjithë.
aty në Shenestër se nuk ka aty ngjyra e bardhë apo e zezë. Gjithë kena njësoj. Për fëmijë unë e di një rast kur ishte një qetësi kështu më e fortë Sarajeve dhe një prind e merr fëmijën 2 vjet, ta shetet pak e hjeket nga thomune nga shtëpia, nga muret ku ka qenë i mshefun, del jashtë, po që del të kapigjiku, se thëmë, në sekund ja mysin fëmijën. 2 vjet kurse ai e gjallë. Për shembull atë rast e di. Po shika aty me mira raste janë, din aty në stop ke dhe me thonë të vërtetën, kur një njeri jeton siç kum jetu në 4 vite në atë merë, bosh një. Unë edhe kum qenë për shembull edhe unë që i bindu që do të vdes, vetëm nuk më ka ardhur radha, se për shkak se ti je me shok sot, për shembull ke dal dikun, edhe nesër e merr lajmin nga shokët e tu 2 a 3 kanë vdekur. Prandaj në stop ti ke pas vdekje, që edhe për mu bona një, ashtu të bën luftja, ashtu të bën psiqika, si edhe pret vdekjen e di si shokëve ju kupton nëse vdes, ju lutem vetëm i tregoni prindve se ku janë vorros, se për ndryshe që do të vdes, kum qeni bindu që do vdes, po Zoti më shtoj. Zoti këto kohë që është një video që po qarkullon këto ditë pasi doli lajmi edhe Vučićit me një armë dorë. Shiko, mu më thanë për atë fotografi, me thonë të vërtetën, thanë Vučići është me Kalashnikov. Vučići në atë fotografi, sa pash une, nuk është Kalashnikov, ai është një lloj snajper. Është snajper i cili gjun nga distanca, se armatimi si Kalashnikov, ai nuk është për gjujtje me 4 kilometra, kurse snajperat janë 4, 5, 10 kilometra cila gjuajnë. Prandaj ajo dorë që e pat Vučići, keni lloj snajper. Po nuk muj me thënë se unë se kum pa, unë kum qenë brenda në Sarajev, prandaj nuk muj adin të kom informata se a ka gjujt apo nuk ka gjujt. Por informatat i kena se në përgjithësi kanë ardhur çdo vikend apo safari si pequni ju, kanë ardhur nga Serbia, kanë bërë këto vrasje, ju largue edhe kështu me radhë. Vučići atëherë ka qenë ministri i propagandës ai ka qenë në atë grupin e Sheshelit, i cili është sot një njeri shumë keq në Serbi, i cili është kundër shqiptarëve, me ndëgju atë, në atë kohë ka qenë një prej liderëve nacionalist dhe në menjësinë e vetë, ka qenë në Bosnë, është Vučići në atë kohë që thotë në parlamentin e Serbisë, për një sërt vranë do të mi vra 50 musliman, ajo kohë ka qenë kohë pa kohë, kur gjithë sërt kanë qenë, them si ajo koha e Hitlerit, kur gjithë ushtarë gjermane kanë përkra Hitlerin dhe e ma vonë ju vinë meni. Këta janë ende mësa shofën e propagandën e Serbisë dhe këta janë ende thomat në kohën e Hitlerit. Si populli edhe që kohën e fundit kanë fillu protesta, ndoshta ka fillu të zgjohet Serbia, se unë e Sërbët e Beogradit të njofës pasi Akademinë e Arteve këm kry në Beograd, dhe e njoft atë mentalitet shumë mirë, besoj se be luftës Bosnjë, i nacionalizëm i Miloševićit, që ka qenë se lirisht muj me krahasu me Hitlerin, me krimet të gjitha t'i ka bon Bosnjë, në Kosovë, në Kroaci, si ka njësi, aje filloj luftën, me shkatru këtë komplet Jugoslavin. Unë e besoj si nështë popullim sa njët Beogradit, nuk po flasë për ma shumë aty ku kum studiue, si ka fillu një shimi tyne, i shala zgjohen edhe fillojnë edhe ata, t'i denojnë nacionalistat e vetë që i kanë pasë dhe që i kanë i sot. Se ende është propaganda e Serbisë si e Gebelsit, thëmë ministri Gjerman. Pra, por të ka i krahasimi që ju bët me lartë, besoni që ajo që ka ndodhur në Sarajev nuk ka ndodhur në Kosovë? Raste pra episodet tilla? Nuk ka pas, snajperat kanë punu sigurisht edhe në Kosovë. Nuk ka dyshim se çdo luftë ka njësinë e snajperave. Por nuk ka qenë për shembull në qytet dëvras, se nuk ka qenë asnjë qytet në Kosovë të na
përgjithësi në Kosovë të na kanë qenë shumë a shumë damtu me fshatrat. Fshatrat në Kosovë, do më thonë lufta u bën nëpër fshatra, nuk ka ndodhur nëpër qytet. Nuk ishte rrethime, nuk ishte izolime. Ja, nuk ishte. Po si kur filloi bombardimi që filluan masakrat në Gjakov, ti mbledhin qytet, po ashtu kanë filluar të mbledh edhe nëpër Pej, a din ku kanë mujt, edhe në Prishtinë, po nuk e besoj se nuk ka pas, ata kanë qenë prezent qytet sërt. Në Kosovë, po flas për Kosovë. Kurse në Bosni nuk kanë qenë prezent, edhe kanë gjujt nga largësia. E këtu në Kosovë, përgjithësi luftimet ku kanë qenë, kanë qenë për male, në për fshatra, dhe aty kanë punu snajperet, po ka luftu ushtria me ushtri, po me civil, sept kanë qenë gjithmonë kanë vra civil, që ushtarës kanë mujtë atë shumë e vra si që kanë vra, si për shembull me shiku gjirimin e parë të Obris, që për shembull kanë vra 2 fëmijë me custla, ka 1 vjet e gjysh 2, nana në mes, ku ajo fotografi të cilën prapun e gjirova, u bo fotografi e famshme në botë, do me thonë kanë vra nga distanca civil, dhe ajo fotografi mandej e pruni herën e parë, e pruni misionin e Vokerit në Kosovë. Do me thonë trupat e parë hynën në Kosovë nga jashtë OSB-s. Prandej ajo ka qenë për shembull pak një lehtësim për shqiptarët e Kosovës se hynën disa trupa jashtë, edhe që nuk kishin ata armatim, po ata ishin si një lloj vëzhgues. Por mandej ndodhi prapë më umrejnë policia sërbe, mas aty në xhirimeve, sigurimi shtetëror, më thërën, më rafën, edhe u pak u largova unë prej punës, në atë kohë isha të punu për agjencionin më të madh botror, Associated Press, ku edhe sot vazhdoj të punoj, dhe ma vonë ndodhi Reçaku. E tash, ku ndodhi Reçaku, prapë në ora 5-6 mëngjes shumë heret, isha në Reçak, i filmova atë masakrin, prapë ndaj civilve, se jo ushtar me ushtar, po shtria sërbe ndaj civilve, ajo masakrin e madhe, mas asaj edhe bombardimi i NATO-s, edhe mur fund luftimet. Prandaj adin kështu në Kosovë pak me njofin, adin për Reçak edhe Obrisi, them thuj si kom ndihmu, adin, pa jo ka qenë puna ime që t'i bëj ato filmime. Zoti Kokoj, me që jemi tek rrëfimet që edhe personale, ato që keni përjetuar, thoni dot në momentin ndoshta më që nuk ju shqitet dot nga mendja, ndoshta në Bosnjë apo në Kosovë? Jo, shiko, unë kom pa shumë vrasje, por një që kom si ankth, them kështu në veti, është kur producenti im nga Anglia, ishme në kufi me Macedonin, dhe hedhen disa predha nga Macedonia, aty do me thonë u vdicën 3-4 fshatar dhe u vdic producenti im, që ishmi zbashku, te unë isha 3 metra nga ta, po prap një fat që pështova, ajo ka qenë rënë se shkon me mikun ton, me kolegun ton në punë, për me kryer detyrë, ishmi në territor të Kosovës, nuk e pritëm bombardimin nga Macedonia, po erdhi ishte 3 kilometra vendin e mbretërisë të Kosovës, dhe kur më mora, do me thonë, kolegun tim, e futa me një vetur, ja edhe duke dhënë shpirt dhe ai më vdiq në krahun tim, deri në spital ku e murën bon stil i kampi Amerikan, por ishte vonë reagimi dhe ndroi jetë. Ajo është një prej shumë momenteve. Në Bosnë e kom pas një tjetër, të them, ndoshta lotët e para të mia të cilat më kanë shkue, po kamere nuk e kom shu gjatë xhirimit. Ka qenë kur nana shkon me vizitu një vajzë të lëndume, vajzën e saj e cila ishte 7 vjetë, dhe unë e përcjellin nanën duke shkue, mas 2 javë me vizitu vajzën në spital, ku e këshin granatu në shtëpi, dhe ajo vajzë e kështë e hup një në dorë, dhe e di se në spital, kur ju afru nanës, qajten të dyjat, kur ajo vajza tha nanë, kur do të më rritet dora? Edhe aty mund shtu në lëtë, ajdine nuk më isha menal, po sigurisht si kamerën e filmova ato sene, ka pas si rrëfime çdo ditë shumë rrëfime, po kjo rrëfim i Sarajeve së mjetë në kokë, edhe në Kosovë kë kolegu im Kerem, i cili ndroi jetë.
Edhe diçka kam për ta mbyllur, mendoni që mundet përfundojë gjitha kjo në një gjykatë ndërkombëtare? Më duke si thash fillim, nuk ma merr menja, mua merr menja që këto informatat i kam pas njerëz. I kam pas. Po pse tash u plasu, nuk ju më plasu ma herët, nuk e di. Po si do të qoftë, unë mendoj mas gjitha përjetimeve të mia drejtësi në botë nuk ka. Po si mbas nevojës, atër i shpalosin edhe masakrat, i shpalosin se edhe shumë vrasje tjera si mbas nevojës. Se çfarë drejtësia është thëmë si ushtarë të UÇK-s tash pashimi e këta të si gjithë Kadri Veseli që i kum njoftë, unë e kum përcjell luftën në Kosovë. Vërtet ka qenë një luftë shumë kështu mbrojtëse. Nuk ka pas aty sulme, na gjithmonë jena sulmue. Mu më kujtojt edhe 10 ushtarë, kur i kanë zonë rob ushtria shlimtare e Kosovës, nuk i ka vra, i ka dorëzue të ata, e kanë bo një ndrim, thoma, po i kanë dorëzu. Prandaj edhe sot... Zuri rob 10 serbë edhe i lëshoj? Po, edhe i lëshoj. Edhe mu më kujtojt që sot, se unë i kun filmue, është ajo, a i gjerim në YouTube, 10 serbë të cilët janë rob, edhe nana sërbe, bile e cila thot faleminderit UÇK-s se ma pështun djalin, kurse Miloševići tha ma ka qunë me më mby djali. Se edhe kështu, për shembull, 1 milion raste ka të luftës, çdo ditë e ki rastën. Ki rast, për shembull, në Bosnë, thëmë që djali lufton kundër babës, baba kundër djalit. Si kjo punë? Për shkak se atje ka pas martesa shumë të përzira, për shembull, sërb me muslimane. Edhe kam pas një fëmijë, atë kam bërë një film dokumentar, unë po hupi mandej, e kam pas një fëmijë, vjen lufta, baba ndahet dhe shkon në anën e sërbëve dhe nana jetë muslimane me djalin në Sarajevo, në anën e muslimanëve. Fillon lufta, të njëjtën vijën, baba ka sërt, djali ka musliman. Edhe unë e gjiroj një film me djalin, thot unë veç e pres ditën kur takon babën parasysh dhe ta vraj. Dhe me thonë, tregime të lloj-llojshme të luftës. Luftë barabart nuk ka. Gjithmonë kush e fiton e tregon historinë e vet. Me që m'dolët se nuk do mjaftonte pyetjet, por edhe koha për të folur me ju, edhe faleminderit që më dhat mundësinë, por me që më përmendët në fund atë që po ndodh në Hag. Çfarë kujtoni nga ajo periudhë me Thatshin dhe të tjerët? Tjetër përveç asaj që ju më thatë pak më lart. Takimin e kum pas shumë me Thatshin, se ai ka qenë Malishev kur kum shkune, është një fshat tu afër Prishtinës, gjithmonë unë ka prit mirë, kena bisedu për gjitha senet, dhe unë kujtoj si ka qenë shumë i civilizuar, shumë i mirë, shumë i drejtë. Unë kujtoj si sot e kum pyet në krahasim me Bosnën, për shembull se në Bosnë ka pas shumë edhe të them kësi muhaxhedin, ka pas musliman që kanë ardhur për vendeve arabe. Thash, a kena këtu të na jo, tha, ata nuk i lejoj, tha, kur të vinë në Kosovë. Tha, jo, tha, na dojmë të pastër luftën, tha, dhe mos kena problem. Po nuk ka pas Kosova. Shikoti, për shembull, është një general mas Reçakut, një masakra që e pruni NATO-s, thot një general sërb në Beograd, me një vend, ku ne thot me një takim me ushtarët sërb, duke majt ligjërata, thot, gabimin më të madh e kena bën në Reçak, si nuk i kena marrë trupat e mi largu, por i kena lënë aty. Ato që ju i regjistruat, i filmuat? Po, ato që i filmova, që sot janë në YouTube dhe janë këtë botën. Thot, ajo ka qenë gabimi. Pse pe them këte? Se ata kanë ardhë, kanë vranë Kosovë, kanë marrë me sporte dhe i kanë quë, i kanë vorosë në për Beograd. Mi hub gjurmët. Ata që nuk dihen edhe sot ku janë eshtrat e tyre. Ashtu, disa i kanë zbulu në për kasarna të Serbisë, në për vende shumë masakra që i kanë marrë nga Kosova në Beograd. E aty ata për Reçak e kanë bo atë gabim. Se keti masakrën, po shiko, është sen kur ta shokoha e videove. Kur e kem video për fat, keq në atë kohë nuk ka pas kamera, aparata si përdorin sot, se si kur të kishim, shumë ma shumë kishim mu të regu e masakrat. E kini masakrën e Izbicës, për cila nuk u filmue,
po këtu ka qenë një send shumë i madh që unë e kam punu për Associated Pressin dhe është agencioni më i madh në botë dhe me filmimet mia që kanë besimin televizionet me xhirimet e mia këtë botën e kam mbyll. Se është aty një fotografi e Reçakut thot në memarjet e kësaj në Amerikë, thot në moment kur i kom pa ato xhirime, thot Madeleine Albright, thot ajo libri se po më hupi nga emrat nga njerë nga koka, edhe ajo thot moment që kom pa fotografit e IP-s, do më thonë ato xhirimet e mia, thot e kom thirr Clintonin edhe i kom thonë duhet me ndërmarrë diçka në sekund. Edhe mas asaj erdhën bombardimet edhe na u shlirun. Me këtë du me thonë, kur e ki videon, është një dëshmi shumë e madhe. Kur s'ki video, ndodhë masakra, thuesin nuk ka ndodhë, se s'ke material. A kështu video edhe ka qenë një fat, se unë një shqiptar këm punu për këtë agencion, ka qenë një fat i madhe i asoj kohës, dhe nuk ka pas shumë operator në atë kohë, ka pas të huj gazetarë cilët shumë na kanë ndihmu luftën e Kosovës, se shumë materiale i kanë qunë botë, po edhe i kanë qunë ashtu si janë, se nuk mundet, kurse ju për shembull dikush tjetër edhe me pas gjiru në atë kohë, nuk i besojnë nëse nuk punon për një film të madhe. Tjetër si është kur punon për Reuters, BBC-n, CNN-in, do me thonë se i gjithë jena besimit asaj pune, si që edhe unë një profesionali i kum kryu ato xhirime gjitha punimet, se jashtë profesionit tuk më nështë punojsh. Zoti Kokoqit, faleminderit shumë për bisedën. Mirënjohjen ju e keni të gjithëve për dëshmitë e gjalla, për dokumentimin e asaj periudhe që sikur thatë ju solli me pas edhe reagimet dhe të falenderoj shumë. Jam mirënjohës shumë për këtë bisedë që zhvilluam. Dhe shpresoj që në të ardhmen të flasim sërish edhe këto të jenë pjesë e atyre dëshmive për brezat që do vinë. Faleminderit shumë.